Përshëndetje për të gjithë. Urime edhe njëherë dita ndërkombëtare e fëmijëve, dita ndërkombëtare më të mirëve në jetën tonë, atyre që na japin motiv për gjithçka në jetë, pavarësisht vështirësive e sfidave, atyre që na zbukurojnë çdo ditë e çdo ngjarje të jetës. Ne si që dini jemi në vlugun e punëve, takimeve me qytetarë, një fushatë e jashtëzakonshme që po na ndihmon që të jemi sa më afër qytetarëve tonë në çdo komunë, në çdo lagje, në çdo qytet, në çdo fshat. Sot do të jemi nga ora 17 në Shtëpinë e Kulturës Mensur Zyberaj në Rahovec. I mirëpresim të gjithë qytetarët e Rahovecit. Pastaj nga Rahoveci vazhdojmë në Prizrenin e Lidjes, në vendin që përgjatë tërë historisë sonë ka qenë shembull i bashkimit të gjithë shqiptarëve, pavarësisht dallimeve, dhe pikrisht aty ku lindi edhe ideja e bashkimit, aty do ta shtyjmë përpara këtë ide sot në Prizren nga ora 18:30. I presim qytetarët e Prizrenit pikrisht në sheshin e Lidjes. Pas Prizrenit do të vazhdojmë në Dragash, ku takohemi me qytetarët e Dragashit, qytetarët e dashur të Sharrit, në Hotel Meka. Shpresojmë që do të bashkohemi pikrisht me mesazhin e njëjtë që e japim dhe po e japim çdo kund në Kosovë. Ju mirëpresim e mezi presim që t'ju takojmë.